e kemi anashkaluar një vizitë të rëndësishme, është duke bërë përpjekje në prapaskin ta fitoj përkrahjen e kësaj administrate amerikane. Nuk është rastishme vizita e ministrës ekonomisë Artone Rizvanolli në Departamentin e Energjisë dhe diskutimi për gasifikimin e thëngjillit dhe kompanive, nëpërmjet qeverisë dhe kompanive amerikane. Mirë, po unë konstatoj që kjo qasje e Kurtit është gabim. Ai nuk do ta fitoj përkrahjen amerikane nëse tenton vetëm do terma. Madje kjo është identike, jo në përmasa, por është një lloj imitimi i metodave të Venezuelës dhe të Iranit, sepse dhe të njëjtat, mos harrorit, gjatë negociatave që kanë zhvilluar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kanë krijuar akses të plot në burimet energjetike të vendeve të tyre me qëllim që vetëm të mos preken regjimet. Mirë, po çka ka dëshmuar kjo administrata Trump? Interesat e sigurisë nacionale i konsideron prioritare. Dhe nëse Kurti, nuk tham që Kurti prapë edhe Kosova është në nivelin e Iranit, ta qarsoj njëre për gjithmonë para opinionit publik, edhe atë të Venezuelës. Mirë, po si model, po të krijoj akses në burimet energjetike që të kemi mirë kuptim politik, nuk do të dhejës me këtë administratë amerikane. Nuk i dhejës ja Serbisë, ne e pam. Nuk i dhejës ja as këtyre vendeve me cilat është në telashet mëdha sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga se nëse ekziston vlerësimi që një pushtet nuk është kompatibil me atë që është si projekcion i interesave të sigurisë nacionale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk do të jenë dobipruar se këto metoda jo nëpërmjet burimeve energjetike, kontraktimit nuk ndryshon kursin shumë. Dëgjoj, po çfarë zgjidhet? Po i Kosova energji. Po ku krahasohet Kosova me burimet energjetike të Iranit? A diti që në negociata, i kanë përcjellë analistë ndryshëm. Në negociata, në fund, regjimi i iranian, edhe Maduro i ka kriju çështje të plot në infrastrukturën energjetike. Vetëm lejonin pushtet. Mirë, po jo. Edhe në Iran, është e njëjta, i kanë kriju kompanive amerikane, kanë ofertat e tyre ka qenë që burimet kryesore energjetike në Iran të kontrollohen nga kompanitë amerikane. Po është përjashtu prej sepse sjelljet gjeopolitike të atij shteti vlerësohen a janë kompatible apo jo me interesa strategjike. Edhe tash ne e kemi rastin e Kosovës. Bëri gabim zonja Rizvanolli. Jo që bëri gabim. Bëri gabim duke aludu se mund zbarkojnë. Jo që bëri gabim. Mirë ka bëu që ka shku. Mirë, po tentimi që taktika po. Mirë ka bëu që ka shku dhe duhet të intensifikohen edhe më shumë këto komunikimi. Mirë, po shpresa se mund të mirëfitohet mirëkuptimi i administratës amerikane Trump nëpërmjet joshjes së burimeve të pakta energjetike që i Kosova, unë jam i bindur që nuk do të dhejë, sepse nuk i dhezi as Serbisë, po e shohim apo përballet me presione të jashtëzakonshme diplomatike as vendeve që kanë resurse të jashtëzakonshme energjetike. Bisedimet me Ukrainën. Bisidimet me Ukrainën. Kjo ka qenë një keq kuptim. Nuk ka mujt ta ndryshoj kursin. Kjo është, la diçka ndodh kjo. Ky është një keq lehtëzim që sidomos disa njerëz me profil majtiste kanë ndaj administratës Trump, sipas të cilëve funksionon mbi parimin e pastër komercial imperialist. Sakt. Përvetësimi i burimeve të këtyre vendeve energjetike dhe çdo gjë është në rregull. Po shihet që jo, nuk është çdo gjë në rregull edhe në këtë rast.